Temperatura mbi 43 gradë, policia shpëton foshnjën e harruar në makinë. Pamje tronditse nga Kalifornia kanë kapur momentin kur oficerët e policisë shpëtuan një foshnjë të lënë vetëm brenda një makine të mbinxehur. Ngjarja ndodhi në qytetin Korona kur policia u njoftua për të marrë një foshnjë të braktisur në një automjet me motorin e fikur dhe dritaret e mbyllura. Kur mbritën në vendngjarje, oficerët e policisë e gjetën foshnjën në sediljen e pasme në gjendje të rrezikshme. Policia përdori një lev për të thyer xhamin e shoferit dhe hapi derën për të nxjerrë foshnjën. Temperatura brenda automjetit kishte arritur 43 gradë Celsius. Pas shpëtimit, oficerët nxituan ta freskonin dhe qetësonin foshnjën duke e mbajtur në krah dhe duke përkëdhelur shpinën. Identiteti i prindërve nuk është bërë i ditur dhe mbetet i paqartë se sa kohë foshnja qëndroi vetëm në makinë. Nuk është dhënë asnjë informacion në lidhje me përgjegjësitë ligjore. Departamenti i Policisë së Koronës publikoi pamjet për të paralajmëruar qytetarët mbi rreziqet e lënies së fëmijëve në automjet, sidomos gjatë temperaturave të larta. Falë reagimit të menjëhershëm të policisë, foshnja i mbijetoi ngjarjes.